Pra Visi është numri 2, Poja është numri 1. Pastaj the që edhe Miri bën pjesë. Po, këta janë 3 personat më të rëndësishëm të grupit. The që ishte një grup që kishte armë. Në sasi të mëdha. Grupi prej sa kohësh funksiononte? Ka hyrë fuqishëm në tregti nga viti 2010 e tutje. E kam fjalën që u bën të fortë atëherë sepse kishin punuar edhe më parë. Kishin një zonë që e kontrollonin? Tani po. Tani ata kontrollojnë të gjithë Durrësin. Më përpara jo. Sa persona kishte ky grup? Njëherë Miri më tha që vetëm për personat që paguheshin për sigurinë, për lagjen, për familjen, ai paguante çdo muaj 150.000 euro. Sa persona? Nuk mund të jap një numër të saktë sepse ishin shumë. Rroga minimale për një person që punonte për sigurinë varionte nga 500 deri në 1.000 euro. Nëse paguante 150.000 euro, të paktën 150 persona. Po. Këta ishin ata që qëndronin në Durrës. Kishte të tjerë jashtë Durrësit? Dgjoj, këta që paguheshin ishin ata që nuk i duheshin për gjëra të tjera, ndërsa ata që ishin jashtë Durrësit ishin ortak në tregti. Këta u rritën shumë në periudhën kur presidenti ishte një person i korruptuar, që ishte këtu në Shqipëri dhe që edhe sot është në qarkullim. Po jashtë Shqipërisë kishte njerëz të tjerë? Shumë. Në Europë? Në Gjermani, Itali, në Hamburg pothuajse kanë pushtuar gjithë qytetin, sepse edhe unë kisha ndërtuar punën time atje. Po flas për trafikun e kokainës. Ata arrinin të dominonin tregun përmes çmimit të ulët kokainës. Por a e kanë rrëzuar konkurrencën edhe me forcë? Jo, ata nuk e kanë forcën, jo. Kjo në Gjermani dhe në Hamburg. Pastaj the që kishte njerëz edhe në Itali. Po, më tregoi se në Itali kishte mundësi ta fuste drogën në zonën e Kalabris. Ajo vinte nga Kolumbia dhe e shkarkoi atje.